Tani në këtë video do të mësoj për efektet. Efektet janë të vendosura në këtë pozicionin këtu. Unë për shkak këtë rasti kam vendosur këtu, ju mundi mi lëviz, mi përshtat sipas dëshirës, domethënë këtu dritaret lëvizjen. Nëse ju nuk i gjeni, siguroni që te Windows e keni klikuar këtë. Domethënë apo duke klikuar shkurtesën Shift 7, domethënë mundi mi shfaq efektet. Tani, siç po shihni këtu janë disa foldera. Po ne do të fokusohemi te Video Effects. Klikoj te kjo këtu. Shikoni hapën efektet të ndryshme. Tash po ju tregoj si me vendos një efekt në video apo në klip. Klikoj për shembull nëse du me bë këtë video me blur, klikoj këtu te blur, edhe shikoni as zgjedhni këtë blur, edhe e bëj drag and drop këtu te video, shikoni. Edhe lëshoj këtu. Tani për momentin ju nuk vreni këtu asgjë. Por çat moment siguronu, pasi kena dhënë efektin, shkoni te Effects Control. Te Effects Control shikoni ushtu çaj efekti. Ky efekti shikoni ka emrin e njëjtë, ushtu këtu. Marrat kë nuk kishte. Tash ushtu kur e bëna drag and drop. Shikoni kur dal te ky klipi tjetër, pe klikoj kët, këtu nuk është, sepse në efektin e kam dhënë te ky klipi 4 këtu. Edhe tash, ke çka është, tash e kam këtu me aktivizu blurin. Shikoni. E rriti video bot blur, shikoni. E heki, e bëj blur. Nëse du me të aktivizu blurin, atëherë veç klikoj këtu. Ndërsa, nëse du me fshi këtë efektin, atëherë klikoj këtu, edhe në tastier klikoj delete, edhe heket bluri. Apo në këtë rast efekti.